Kreu i misionit OSBE ODIHR për zgjedhjet e 11 majit, Lamberto Zanier, nuk komentoi vendimin për arrestimin e Ilir Metës. Pas takimit në zyrat e Partisë së Lirisë, Zanier u pyet nga gazetarët nëse ai ndodhet në kushte të padrejta. Nuk kam një qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund të jap një mendim apo një gjykim. Qëndrojmë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe qëndrojmë pas zbatimit të ligjit të papolitizuar. Pas takimit, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi tha se informoi ambasadorin për problematikat përdorimin e administratës nga Partia Socialiste dhe patronazhistëve në fushat, së bashku me asetet shtetërore. Për të informuar gjerësisht lidhur me problematikat në këtë fushat elektorale, përdorimin e administratës dhe aseteve publike nga Edi Rama në funksion të zgjedhjeve dhe të gjithë shqetësimet të cilat kanë karakterizuar deri më tani. Të mos harrojmë se zoti Meta është kryetar. Lamberto Zanier do të drejtojë misionin vëzhgues, ndërsa raporti OSBE ODIHR në përgjithësi vulos standardet e zgjedhjeve në çdo vend demokratik të botës.